Edhe pse ky sezon turistik e ka gjetur sërish plazhin e Ndërnënasit në Fier tërësisht me mangësi të theksuara shërbimesh, pushuesit e tij tradicional vijojnë ta frekuentojnë rregullisht. Pavarësisht se Ndërnënasi ka një vijë bregdetare prej 8 kilometrash dhe plazhi është i rrethuar me këneta e pyje, për shkak të harresës së investimeve, zona nuk përfshihet në listën e destinacioneve të njohura publike për pushime. Sipas pushuesve, një tjetër problematik madhore mbetet segmenti prej më shumë se 3 kilometra që të çon drejt plazhit. Rruga që kalon përmes hapësirave ranore edhe peizazhit të veçantë është një pengesë për frekuentim më të shpeshtë. Kjo është një mrekulli që na ka falur natyra dhe nuk e shfrytëzon njeri. Është pa shfrytëzuar. Bashkia s've dorë fare, s'njihet as bashkia asgjë. Është gjuna turp, shikoj. Ka. Pislaqe. Është turp. Siç ka lënë lumi që derdhin në dimër, ashtu është tani. Pse mos vjen deri, ne paguajmë taksa. Po kjo perlë e bukur nuk vlerësohet nga shteti, për mua. Po të vlerësohet dhe kjo si Semani për shembull, si Pishporua, si Divjaka, këtu do ishe një mrekulli e madhe. Mendoj unë, do ishe mrekulli e madhe, sepse këtu ka shumë njerëz që duan plazhin ta frekuentojnë, por në pamundësi, edhe nga çështje ekonomike, por edhe nga probleme të tjera që rrjedhin me rregullat dhe me domethënë këtu sistemimin e plazhit, e kupton? Rruga ishte shumë amortizuar. Amortizuar është. Ata pakën e sistemuan çik me një gred të tillë tani para një jave, po pse mos vi asfalti? Plazhi tregon vetë se si është. Dikur kur kishte edhe të rinj edhe kështu mbushej plot. Sot ka ngelur mosha ime, vi fuzin kem ndërherë tu të rrin 5 minuta, sa të heqin ato artritet dhe ato reumatizmat e vjetra që kemi. Ata pohojnë gjithashtu se plazhi frekuentohet edhe nga turistë huaj, të cilët pavarësisht mungesës së shërbimeve, vlerësojnë vlerat kurative të këtij plazhi. Ky është plazhi shumë herë më i kurueshëm nga të gjithë plazhet që ekzistojnë në tërë zonën tonë, apo si mund ta them unë se para 2 vitesh kam ndenjur me çadër këtu, edhe kanë ardhur nga Suedia, ishin këtu. Ne nuk e dinim gjuhën, të flisnim me ata, po erdhën për të ndihmuar për një lokal. Kur ata thanë jemi nga Suedia dhe i kishte dërguar një doktor i Tiranës që punonte andej. Edhe ngeli shumë i kënaqur me këtë lloj plazhi që kemi ne, se atëherë erdhi një zëtar dhe pastroi pak këtu dhe dukesh një farë soje. Ju erdhi keq që turistët e huaj e gjejnë këtë plazh në këtë gjendje? Ajo është një gjë që të vjen shumë keq edhe të dhimbset, se është gjuna. Gjithë kjo vend, gjithë kjo bukuri, gjithë kjo hapësirë ngelet në pa vendor gjikundi, çfarë të thuash. Mes grykderdhjes së Semanit dhe masivit pyjor të Karavastas, kjo perle fshehur e Adriatikut vijon të mbetet keqardhja më e madhe e banorëve të Ndërnënasit, të cilët apelojnë për vëmendje nga institucionet përkatëse.